Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e madhruar e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona të dashurit ton dhe të dashurit Zotit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të dashur vëllezër, të nderuara nëna dhe motra. E falenderojmë Allahun e madhruar i cili na zgjodhi nga shumë njerëz në sipërfaqen e tokës që ta jetojmë dhe ta përjetojmë edhe këtë Ramazan. Të gjitha hamdet dhe falenderimet i takojnë atij që na mundësoj edhe këtë Ramazan të kemi edhe një shans, edhe një mundësi për të përfituar nga begatit, mirësit e këtij Ramazani. Të dashur vëllezërit e mi, Allahu i madhruar nga drejtësia e tij ka caktuar që në sipërfaqen e tokës të ketë njerëz me poste dhe situata të ndryshme. Andaj besimtarin, më saktë muslimanin, e mësoj që të jeton i shoqërueshëm me të tjerët. Sepse duke u shoqëruar me të tjerët, besimtari apo muslimani e mëson gjendjen dhe situatën e tjetrit. Kësaj Allahu i madhruar ka dashur që njerëzit dhe besimtarët duke u shoqëruar mes veti ta njohin më tepër dhe më mirë njëri tjetrin. Dhe prej mundësive të arta që Zoti i Madhreshëm na ka dhënë në jetën e kësaj bote është që në fenë tonë të bukur islame Zoti ka caktuar mënyra dhe dyert të shumta që ne si besimtar të tij ta fitojmë kënaqësinë e Zotit. Njëra prej mundësive që Allahu na ka lënë dyert hapur është që ta fitojmë kënaqësinë e Zotit përmes sadakas. Të dashur vëllezër, të nderuara nëna dhe motra. Allahu i madhruar në Kur'an na porosit kësaj dhe na thot: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Nuk do të arrini asnjëherë sinqeritetin e plot me besim derisa të mos e japni atë që për juve është më e dhimbshmja apo më e dashura. Të dashur vëllezër, të nderuar nëna dhe motra. Shembulltyra ime dhe juaja, Muhamedi alayhis salam një herë ju tha shokëve të tij: "A dëshironi që t'u tregoj dyert e mirësisë?" Ata thanë: "Po ja Rasulullah." Atëherë Muhamedi alayhis salam ju tha: "Agjërimi është mburoj, ndërsa sadakaja i shuan gjunahet ashtu siç e shuan uji zjarrin." Të dashur vëllezër dhe motra, jemi në muajin e Ramazanit. Muaji i Ramazanit përveç mirësive të shumta na kujton që në këtë Ramazan kemi familje të varfra. Nëse ne e kemi një muaj Ramazan, ka familje të cilat e kanë tërë jetën në Ramazan. Andaj e imja dhe juaja është që me pasurinë që Zoti na ka dhënë, një pjesë të saj, ta gjejmë një familje sot, ta vizitojmë një familje sot, ta vizitojmë një të sëmur, ta vizitojmë një të varfër, ta ledhatojmë kokën e një jetimi, për të cilën shembulltyra ime dhe juaja Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Ai që e ledhaton kokën e një jetimi, sa çime ka në kokë ky djalosh, aq se vape do të ketë ky që ka ledhatuar kokën e tij." Andaj sot është momenti, ti je zgjedhur i Zotit, ti je i privilegjuar nga Zoti, mos e humb këtë mundësi, por gjeje dikë dhe gëzoj në zemër në këtë ditë të Ramazanit. Sepse Allahu i madhruar përveç sadakas e ka bërë edhe shtyllë kryesore të kësaj feje, zakatin apo zakatin siç njihet në fenë islame. E për këtë Allahu i madhruar në Kur'an ka thënë: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." O Muhammed, merr nga pasuria e të pasurve, pasuri që t'u japësh të tjerëve dhe me këtë tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ti pastrosh ata nga ndonjë lëshim, nga ndonjë gabim dhe t'u ashtosh begatit atyre. Të dashurit e mi, e shohim që me dhënien e sadakas, po edhe të zakatit, pasuria ime dhe juaja nuk varfërohet, por Allahu që është i pasuri na i begaton pasurit dhe familjet tona. Andaj mos harroj dashurim, sepse në ditën e gjykimit kur do të shkojmë te Zoti, me vete do ta marrim atë që e kemi dhënë, jo ato që e kemi lënë. Sepse atë që e kemi lënë në këtë botë do ta marrin të tjerët, ndërsa atë që e kemi dhënë do të vijë me neve. Për fund, mos harroni vëllezër dhe motra që Allahu i madhruar prej shumë cilësive i ka dhe dy cilësi që na nevojitën neve t'i dim 24 orë. E para është Allahu është mirënjohës ndaj teje. Allahu është mirënjohës ndaj teje. Nëse ti dhuron pak, Allahu ta kthen shumë fish. Edhe e dyta,
Allahu është El Alim i gjithdijshëm, kur ti ndihmon dikë, Allahu e din. Andaj bëje të mirën e hidhe në det, qofse nuk e din peshku, e din Zoti vet. Bëni veprat për Allahun, synon në kënaqësinë e Allahut. Allahu ju ruajt juve dhe familjet e juaja. Qoftë ky Ramazan i pranuar dhe i shumëfishuar me sevape deri në ditën e takimit tonë me Zotin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.